Territori shqiptar për datën 7 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të paqëndrueshme duke sjellë mot me reshje intensive shiu dhe stuhi në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga shira të dendura dhe stuhi lokale në veri dhe qendër, ndërsa pasditja do të sjellë reshje edhe më intensive në jug dhe përgjatë vijës bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura dhe reshjeve të vazhdueshme. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar deri të lartë rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 7 janar do të jetë në orën 7, ndërsa perëndimi në orën 16:34. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 15 gradë Celsius. Berat 9 deri në 16 gradë Celsius. Korç 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 12 deri në 16 gradë Celsius.